Ju përshëndes të gjithëve, uroj të jeni mirë, është ora 15, unë po përgatitem për të marrë me lajmet sot, lajmet e mbrëmjes kryesisht në Report, është fundjavë, është e shtunë, edhe nuk jam me programin tim studio live sot, sigurisht në fundjavë ne her pas here ndihmojmë dhe bashkëpunojmë me kolegët tanë spikerimit të folësve për atë lajmeve që të bëjnë ata në ditë pushim, alternohemi me njëri tjetrin dhe merremi kryesisht dhe me kontekstin e formimit të lajmeve, pra të transmetimit të tyre, se krijimit e lajmeve në tërësi në redaksi i bëjnë kolegët e tjerë. Jam te grimi, po bëjmë gati se po vesh akmishën për të bërë gati që të ndjek gjithë ecurinë e lajmeve sot. Në fakt kjo është garderoba, se thash grimin e kam tu ngjitur, sepse do shkoj direkt te grimi tani, prandaj u kujtova që t'ju tregoja. Dhe do t'ju tregoj se si është një ditë për një folës lajmesh, për një speaker, e thënë ndryshe se po lvizja këtë që pas kam ore, që pas kam sot mirë. Nga fillimi që kur vjen, që kur ndërrohet, që kur bëhet gati me grimin, që kur shkon poshtë te redaksia me lajmet, që i kanë bërë gati kolegët për merrpokat e lajmeve, ka një procedurë që ndiqet, mos mendoni që vetëm dilet aty lexohet ato dhe thjesht kaq bukur pastër që nga mirë kështu. Jo, nuk është ashtu. Madje mund të them personalisht që lajmet janë më të lodhshme se programi. Se programi ke 3 orë live, zgjedh 3 tema diskutimi, merr të ftuarit, fillon mbaron aty, kurse lajmet janë çdo gjysmore, çdo një orë, varet nga zhvillimi, kohë gjatë. Okej, u bëra gati, tani u tregoj hapasapit te grimi, te përgatitja e lajmeve, deri në momentin që futem në studio, japim lajmet deri në fund. Jeni gati? Do të shkojmë tani tek redaksia e lajmeve. Këtu është redaksia e lajmeve në të djathtë, në të majtë është montazhi, këtu përgatiten gjitha lajmet, kronikat. Sigurisht tani është mbrëmje dhe është vetëm një pjesë e stafit, do futem aty të tregoj me detaje. Këtu kemi montazhin, që gjithashtu thuaj se nuk ka fare njerëz, normalisht është e shtunë pasdite, pra ka individ që punojnë 1-2 persona, por që nuk është e nevojshme që t'jenë shumë. Dhe këtu është redaksia e Reportit. Bëjmë lajmet gati. Havim shumë një shkolla lajmeve që do ta marrë këtë me vete për ta çuar sipër dhe për ta lexuar tek lajmi që do shpjegoj më vonë hapasapje. Fillata 25 korrik, hapim për shembull një kronik Berisha. Si bëhet një kronik. Titulli i kronikës, emri që t'i identifikon, është tema. Pra ajo që përdoret kryesor si strisha kryesore në media, e vendoset poshtë ekrani, këtë e lexon speakeri, ta lexoj më vonë. Kjo është komplet materiali si fillon kronika me efekte dhe gjithë teksti. Deri në këtë. Marrim vetëm këtë popull, bëjmë gati. E kalojmë këtu. Japim print. E printojmë që ta marrim sipër për të lexuar speakeri pastaj tek edicioni i lajmeve. Del këtu. Si thotë, bëjmë gati 20-15, varet sa kronika janë bërë në ditë që të krijohet edicioni informativ. Sa t'i bëj gati.
Morëm të gjitha kokat e kronikës, se të bëmi gati tani më për edicionin e lajmeve, do ngjitemi sipër, do të bëjmë grimin, një gjë shumë të lehtë në fytyrë, harruam flokët, sa të jetë për grimieri, pastaj do shkojmë në studio, do të bëhemi gati, ju shpjegoj hapasapje se si funksionon. Pra, unë tani i mora ato kokat, sikur se tregova në një folder ne kemi materialet e ditës aktuale, pra të gjitha kronikat e bëra, politike, sociale, ekonomi, nga bota, çfarë do lloj qoftë, i bën gazetari përkatës, ai që bën mbulon politikën gjatë ditës bën kronikën e politikës, ai që mbulon ekonominë bën kronikën e ekonomisë, i korrigjon redaktori, kryeredaktori dhe më pas bëhet gati për edicion. Përcaktohet edicioni informativ, po them për shembull se orës 20, që do futen 20 kronika. Siç u shpjegova, unë zgjedh marr vetëm kokën e kronikës, e printoj dhe i marr gati që t'i lexoj sipër tek lajmet. Hap pas hapi të gjitha, sa do lezet drita. Okej, super. Ne gjitemi që të bëhemi gati e njerë për edicionin informativ. Si ja, e dove? Okej, shkojmë pak tek dhoma e grimit. E këtu është momenti që të bëjmë pak grim. Zakonisht grimi jeni mësuar që i vendosin vajzat, po kur janë në media e ke shumë të nevojshme dhe të kërkueshme që të vendosësh diçka. Tani ne kemi grimierin këtu që padyshim i vendos të gjitha ato çka nevojiten, por në fundjavë për shkakun kur je vet apo që mund të nxitosh, mund të bësh një gjë shumë të lehtë vet pluhur, se kam ide fare çfarë është kjo zonja që mund ta ndjekin tani na tregojnë se çfarë është se kam iden. Pra e gjë shumë të lehtë, jo si bëjmë vajzat, se zakonisht vajzat vinë edhe qëndrojnë ndoshta një orë për të bërë gati. Ne mjafton të bëjmë këtë të lehtë, pak llak. Dhe kjo është forma që bëhemi gati për të futur në studio. Kjo është kufja që vendos. Se përdoret, ka një arsye, nuk është për shembull se ne na flitet gjithçka në kufje, absolutisht, unë do t'ja shpjegoj pas pak për mënyrën se si funksionon e gjithë momenti kur ne dalim para kamerave dhe vijojmë pas transmetimin, ndjekim ritmin, radhën e të gjithë materialeve që ne përzjedhim dhe transmetojmë, por kjo kufje shërben për të komunikuar me stafin, pra me regjin që ndodhet, për ndonjë zhvillim urgjent, për një lajm të fundit, për një ndërhyrje momentale që mund të ndodhi diçka dhe bëhemi gati nga ky material, shkojmë një herë me zhvillim në terren, ka protest, ka një aksident, qoftë ka diçka, se natyrë ti komunikon. Pra, për shembull në 2 orë transmetim, dikush mund të flasë në kufje 2-3 herë, varet nga rrethanat, ose ti komunikon me redaktorin. Me redaktorin që ti ke ose me kryeredaktorin për materialet, për ndonjë problematik, ke edhe kaq minuta kohë për të shkuar në reklama, dhe 2 minuta e mbyllim, 1 minutë 20 sekonda, lutem mbyllë se mi vonë, ky është debati më shpesh që bëjmë ne me njëri tjetrin. Pra kjo është forma që bëhet e gjithë organizimi i punës në media që nga hapi parë teksa vim deri në përfundim kur gjithçka mbaron. Jemi gati për lajmet, kjo është studio e lajmeve që padyshim përdoret edhe këndë të ndryshme për program. Fantastike e gjitha, bashkohore, një investim shumë profesional dhe i nevojshëm për të gjitha dimensionet e të punuarit, si për lajmet, por gjithashtu edhe për programet e ndryshme. Kjo është vendi ku ne do të bëhemi gati. Ku janë një shumë letrash në duart e mia që janë kryesisht kronika. 4 rreshta bëhen gati që unë të kem mundësi, pra unë ose një tjetër folio ose një tjetër speaker ta lexoj dhe t'i përmbahet kësaj për të prezantuar materialin për cilin ne flasim. Këtu janë të gjithë kronikat e edicionit informativ. Edicionet kryesisht bëhen gjysmë ore ose 1 orë, varet në varësi të televizionit apo të kohës së përcaktuar. Dhe në moment që vim ne rregullojmë sipas renditjes ato që do të themi. Për shembull, kjo është një lloj skalete që është me edicion informativ në krye ora 20 dhe ti ke radhën e kronikave. Pra në rast se ndodh një moment të ngatarohesh apo të ndodh diçka, i referohesh vetë njëra pas tjetrës së gjithë kronikave që janë këtu. Janë shumë, ose kisha marrë në mendje që bëhen kështu. Për shembull tani jam gati 6 minuta para se të futem në transmetim të drejt për drejt.
live, bëj një përmbledhje, bëj një rifreskim të gjithë zhvillimeve për t'ju referuar më konkretisht, që t'jemi qartë edhe vetë, për mos lexosh shumë në mënyrë mekanike, për shkakun merre këtu dhe lexo, se mund ndërprer për shkak të bllokimit të memorisë, dhe po thoja që jam disa minuta herë, tani kaluan që mbajtën 4 minuta. Dhe për mos i bërë thjesht një lexim mekanik, se të ndodh për shkak të disa terma që ti nuk kupton ose se ke idem për çfarë flitet, se ne shkojmë nga lajmi politik aktual, mund të shkosh tek socialja, mund të shkosh tek ekonomia, sektor ekonomik, mund të shkosh tek bota, për shembull, mund të ketë emra qytetesh apo emra individësh që ndoshta nuk është shumë i qartë. Dhe është e nevojshme që të bëhesh gati. Çfarë duhet patur parasysh të shfrytëzosh, 3 minuta kohë kam. Ku shkohet live, un kam një shishe ujë aty. Zakonisht bëj një ngrohje zëri që filloj lexoj titujt. Këto janë titujt kryesor, 5 zhvillime kryesore shkurtimisht. Pra çfarë do ndiqet gjatë gjithë edicionit informativ, janë këto 5 njerëz kryesore, të tjera që zhvillohen, por këto janë më rëndësishme. Bëj një ngrohje zëri duke filluar ta lexoj këtë ngadalë, për shembull marr një rast të parë. Besa, dokumenti strategjik i njoftuar dje nga kryeministri Rama si një shenjë reflektimi nga protesta e flamingove do të ketë si test të parë projektin e Zvërnecit. Brenda 90 ditësh synohet të zhvillohen dëgjesa përfshirë të grupet që protestuan për të marrë më pas një vendim për të ardhmen e projektit. Fillosh të zotërosh edhe studion, se kjo është një studio gjigande dhe ndonjëherë nëse nuk e di derisa duhet ta hedhësh zërin, duke sigurisht ke mbytur veten edhe të ka rënë ritmin. Dhe të njëjtën energji që ti ndjen e përcjell, domethënë që je vetë, që ndjen veten tënde e përcjell te publiku dashur pa dashur, dhe kjo është e sigurt që ndodh. Ngro zërin, un pak më personalisht e kam të zgjedhje që nuk pi ujë përpara se të futem, se normalisht provoni në shtëpitë tuaja apo të pish një sasi ujë të konsiderueshme, të jep pak ndoshta ngarkesë në stomak edhe her pas here kështu. Një guksimi është shumë të këndshme, çka nuk duhet ta bësh live. Ndoshta ndonjë kërcitje, frymarrje, disa herë derisa të qetësohesh, normalizohesh dhe humbet gjithë kontaktin përtej asaj dere. Çfarë ndodh, mbetet këtu dhe ti fokusohesh gjithë te kjo, vetëm tek kamera, kur regjia të thotë që 1 2 3 fillojmë, se ndryshe pastaj të orientohesh kthen kopën andej kthehesh me telefonata, bie ndikush hap derën, gjë e cila në fakt nuk parandodh, ose është e bllokuar dhe nuk futet njerëj, por ndoshta në një rast urgjent të shpejt. Janë dhe 2 minuta nga fundi, është Shakoxha, për të filluar me lajmet. Okej, edicion informativ i orës 20, ka dash 25 korrik sot, me shtunë, tu kemi titujt, bëjmë përshëndetjen tek kamera dhe pastaj futemi fiks me leximin e titujve dhe të kronikave që ju shikoni në lajme. Shifni në televizor, domethënë. Po. Po. Okej. E sa ta ditë është sot e protestës? E 56-ta? Dita e 56 është sot e protestës? Po, pra bëj sondazhin, protesta, bukur shumë, ecë. Të nderuar shikues, ju përshëndes, mirë se keni ardhur në edicionin informativ të orës 20. Unë jam Marçolim së bashku në transmetim të drejt për drejt për të ndalur në të gjitha zhvillimet kryesore në vend. Së pari për rikujtoj cilat kanë qenë zhvillimet kryesore të ditës nëpërmjet këtij fleshit të shkurtër informativ. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë falenderoj për vëmendjen dhe uftoj që të bëjmë shoqërinë e programacionit të reporterëve bashkë. Këtë edicion informativ, tani kemi kohë derisa të bëhet të vijë edicioni tjetër, ndoshta një orë e gjysmë, varet se është koha në dispozicion. Të qetësohemi pak dhe pastaj të zbresim sërish të bëjmë kokat për edicionin tjetër. Pse duhet i ribëjmë? Për një arsye, sepse mund të ndodhë që të ketë updatim të lajmeve, pra lajme të reja ose informacione të cilat duhen updateuar. Për shembull, po them në një rast lufte janë vrarë 12 persona, mund të jenë 15 apo ka bërë një reagim i presidentit apo një gjë të natyre. Dhe updatohet her pas here deri në fund. Tani kemi kohë pim kafe, një 5 minutë,
por kështu përfundon thojse një ditë e gjitha në media. Sidomos me lajmet, me emisionin është një tjetër formë që bëhet, po do ja shpjegoj herë tjetër atë.